e përkrojnë propozim vendimin për ndarjen e mjeteve financiare për miratimin e kornizës afatmesme buxhetore për periudhën 2027-2029 të. Sot kemi para vetës kornizën afatmesme buxhetore, një dokument që i paraprin buxhetit të vitit 2027 dhe përcakton orientimin zhvillimor të kryeqytetit për vitet në vijim. Prandaj, nuk është vetëm një dokument financiar, por një dokument politik sepse tregon ku duhet ta çojmë Prishtinën. Në emër të grupit të Asamblesëve të Partisë Demokratike të Kosovës, dua të them se e vlerësojmë punën që është bërë në përgatitjen e këtij dokumenti. Korniza është më e detajuar sesa në vitet e kaluara, është më e qartë në paraqitjen e të hyrave dhe reflekton rekomandimet e Ministrisë së Financave. Kjo është për të përshëndetur. Sikurse edhe herave tjera, kjo kornizë afatmesme buxhetore si dokument strategjik i komunës, i cili përcakton kornizën buxhetore për 3 vite të ardhshme, nuk është se është paraqitur edhe në këtë dokument hartuar nga ju si i tillë. Sigurisht në aspektin e të hyrave, ashtu edhe në aspektin e shpenzimeve nuk është plan ambicioz, por shumë një dokument i cili është përshtatur trendeve, pa strategji zhvillimore e pa ambicie fare. Në aspektin e të hyrave, për shembull, është planifikimi i varur krejtësisht nga grantet qeveritare, të cilat për 3 vite të ardhshme, domethënë nga viti 2027 deri në vitin 2029 kafpin shifrën prej 372 milion euro ose 63% të buxhetit në tërësi. Ndërsa të hyrat vetanake për këtë periudhë trivjeshore nuk shënojnë më shumë se 138 milion euro nëse realizohen si të tilla, ose vetëm 37% e gjithë buxhetit parapor në kornizën afatmesme. Ky planifikim tregon se kryeteti në drejtimin tuaj po ndjek trendin pa strategji e pa vizion fare. Nxënësit e Prishtinës janë 4 vite mbrapa bashkëmoshatarëve të tyre në për kryeqytetet e tjera. Çfarë do thotë kjo? Që kur e kryejnë gjimnazin, ata nuk janë gati as për universitet, as për treg pune, as për jetë. Pjesërisht kjo është për shkak se kalojnë gjysmën e orarit në shkolla. Dhe kjo zgjidhet duke ndërtuar më shumë shkolla edhe duke krijuar më shumë qerdhe. Në dokumentin që e keni prezantuar, janë para pa të ndërtohen 2 shkolla, liceu, i cili, po diskutohet me mbi 10 vite, edhe një shkollë tjetër, edhe 2 qerdhe dhe parashikohen më pak se 2 milion euro për disa anekse në shkollat ekzistuese, gjojase për ta zgjidh çështjen e mësimit tërditor. Ajo që është bërë nga qeverisja e mandatit kalum, është ky eksperimenti i Jehona Lushakut, që gjojase në 5 shkolla e bën mësimin tërditor, aty shërbet edhe një shujtë ngrohtë, fëmijët e tjerë shkojnë në shkolla me gjysmë orari, dhe është një barbarazi e thellë në kryeqytet mes nxënësve që shkojnë në shkollë këtu, dhe në vend se të planifikohet që të ndërtohet numri i nevojshëm i shkollave dhe anekseve, ajo definitivisht nuk është bërë. Kështu që i bjen që edhe në këtë mandat që jemi, po edhe Mia Dhan, Përparim Ramës dhe Urani Ismailit edhe 5 mandate tjera, me këtë nivel të investimit në arsim, nuk do zgjidhet kurrë çështja e arsimit në kryeqytet. Por, kjo është pika e dytë, sheshi absolutisht po i merr paret edhe do të vazhdon të ndërtohet me një zell edhe një entuziazëm që sheshi nuk e meriton, nuk ka qenë prioritet për qytetarët e Prishtinës. Unë nisi një farë projekti Kurajaz, i cili ishte edhe pozitiv se po mbyllet një hapësirë në qendër për trafik që të mund të dalin njerëzit dhe të shëtisin.